Në shënim të ditës së rinisë, kryeministri në detyrë Albin Kurti e vlerësoi si shumë të madhe mbështetjen që qeveria e drejtuar nga ai e ka dhënë për rininë kosovare, duke vënë theksin sidomos te mbështetja ofruar për të rinjt me arsim falas dhe me bursa. Me arsimin e lartë falas, nga i cili kanë përfituar 10 mijëra student, shto këtu mbështetjen me më shumë se 18.000 bursa në vlerë nga 1.000 deri në 10.000 euro, nga viti 2021 deri se vitin 2026. Për të mos harruar edhe rritjen e vlerës së bursës nga 700 euro sa ka qenë në 1.000 euro sa është tani. Në këtë mbështetje përfshihen rreth 7.300 bursa në fushat STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, dhe afër 9.700 bursa elitare për studentët me notë mesatare më të lartë se 9. Ndërsa Ministri i Rinisë dhe Sportit, Blerim Gashani, tha se institucionet duhet të dëgjojnë më shumë të rinjt dhe të krijojnë mundësi që ata të jenë pjesë e vendimarrjes dhe zhvillimit të vendit. Është një iri që ka një ide të mirë, por nuk e di ende si ta realizoj. Është një iri që ka talent, ambicie dhe vullnet, por përballet me pengesa që nuk varen vetëm nga puna e saj. Është një iri që dëshiron të udhtoj, të mësoj, të fitoj përvojë, të jetë vullnetar, të merret me sport, apo të ndërtoj një biznes, por ndoshta nuk e di ende se ku ta gjej mundësinë e duhur. Shënimi i ditës ndërkombëtare të rinisë ka për qëllim kremtimin e kontributeve të rinjve në parandalimin dhe transformimin e konfliktit, si dhe të gjithë përfshirjen rinore, drejtësinë sociale dhe paqen e qëndrueshme për të rinjt.